أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركوه ما لا يعني. Hamdi, falendrimi, lavdrimi takon Allahu xhalla shanuhu. Salatet tona e dërgojmë vullës së pejgamberisë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Të nderuar besimtar, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në kuadër të programit të miftinisë së Basisë Fetare Islame të Kumanovës, e cila ka para parë që të kemi ligjërata në kuadër të muajit të shenjtë të Ramazanit, duke u bazuar në hadithin të cilin e lexuam në fillim, në të cilin pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: min husn al-islam al-mar'i tarkuhu ma la yani. Vlera e islamit është të largohesh nga ajo punë e cila nuk ke interes. Hadithi në fjalë transmetohet prej Ebu Hurejres radiallahu ta'ala anhu. Të flasësh për hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam apo komentimin e tyre, atë sa është kënaqësi, vlerë, në të njëjtën kohë është edhe përgjegjësi fetare. Andaj çdo mend se për t'ia dhënë hakun komentimit të këtij hadithit, është e pamundur që brenda një minutazhi të shkurtër të jepet gjithë ajo e cila ngërthen e vetë hadithi. Mirpo, ne do të mundohemi që të cekim disa nga komentimet duke u bazuar në fjalët e hadithit dhe komentimet të cilat kanë dhënë dietarët eminent. Pikë së pari, dëshiroj të ndalem shumë shkurt, duke marrë parasysh edhe kohën, të flas shumë shkurt në disa pika për vlerën e këtij hadithi. Dietarët eminent të koleksioneve të haditheve dhe të tjerë kanë dhënë një rëndësi të veçantë këtij hadithi. Thonë se ky hadith është njëri prej haditheve i cili është me fjalë të pakta, por me kuptime të shumta. Ebu Davudi mesire thot, arti i sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam është i ngritur mbi bazën e 4 haditheve, dhe pikrisht njëri prej atyre haditheve është edhe ky hadith. Po ashtu dietarët të tjerë, si Ibn Rexhepi, Ibn Salahi e të tjerët, kanë konstatuar faktin duke thënë se ky hadith është njëri prej haditheve i cili flet në mënyrë të spikatur rreth etikës dhe moralit në Islam. Çfarë nuk kuptojmë me pjesën min husn al-islam al-mar'i? Çfarë është vlerë e Islamit? Nuk kupton vlerë e Islamit vetëm se aspekti formal, por diçka më shumë ngërthehet në të. Tregon për cilësinë të Islamit, për bukurinë dhe pjekurinë në Islam. Islami apo vlera e tij tregohet duke e kuptuar Islamin drejt, duke jetuar me Islamin ashtu siç kërkon Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Islami që reflekton në shpirtin e besimtarit, në jetën e tij, familjen dhe kështu në përgjithësi. Duke u bazuar në pjesën e dytë të hadithit, në të cilin pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, ma la ya'ni, gjërat pa interes. Shprehja ma la ya'ni përfshin çdo gjë e cila nuk i sjell dobi besimtarit, duke filluar nga vetvetja e tij, familja dhe shoqëria në përgjithësi dhe jetën e tij në përgjithësi. Këtu përfshihen fjalët të padobishme, siç mund t'i kemi thashëthemet, përgojimet, gënjeshtrën e kështu me radhë. Pra, këtu ka për qëllim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam largimin apo mos interesimin për fjalët të cilat nuk kemi ne interes të i thonë. Më pastaj të bëjmë veprime të panevojshme, si që mund ta kemi ndërhyrja
në punët të cilat nuk na përkasin, pra që nuk janë tonat, ne duhet të largohemi prej tyre. Po ashtu humbja e kohës duke u marrë me të tjerët apo punët e të tjerëve. Duhet të largohemi nga kjo, sepse edhe kjo përfshihet në pjesën mala, yani gjëra të cilat nuk na interesojnë apo nuk duhet të na interesojnë neve. Kuriozitet i tepruar, siç mund të jetë pyetjet dhe hulumtimet rreth mangësive apo dobësive tek të tjerat. Po ashtu, ndjekja e thashëthemeve apo skandaleve të cilat mund të jenë edhe me fatalitet. Angazhime që sjellin dëm. Pra të largohemi edhe nga gjitha ato angazhime, nga gjitha i kontribut i jetës tonë, nga të cilat nuk do të kemi dobi ne. Siç mund të jenë polemika të shumta që runa Zot mund të na çojnë deri në armiqësi më pastaj. Çështje që largojnë njeriu nga obligimet e tij. E shumë gjëra të tjera. Pra si thamë se normalisht se nuk mund të përfshihen gjithë ajo të cilën e përmbledh ky hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalamit. Mirë po, shtrohet pyetja, pse heqja dorë nga këto gjëra dhe çfarë jep vlerë Islamit? Çfarë kemi ne? Pse ne duhet të largohemi nga gjërat e kota dhe ku është mirësia e kësaj? Për arsye që ne kur largohemi nga gjërat e kota, nga gjërat apo prej gjërave të cilat nuk kemi interes, ne ruajmë kohën tonë. Sepse ne shumë mirë e dimë se koha në Islam ka një vlerë shumë të çmuar. Allahu xhalla shanu në për shumë ajete të Kuranit është zhbetuar në kohën, duke treguar për vlerën e saj të cilën ka për besimtarin dhe për gjithë njerëzit në përgjithësi. Prandaj, kur ne largohemi nga gjërat të cilat nuk kemi interes ne ruajmë kohën tonë, sepse kohën të cilën na e ka dhënë Allahu xhaleshana në dispozicionin tonë për ta shfrytzuar, ne duhet ta shfrytëzojmë me punët prej të cilëve ne përfitojmë, nga punët ne të cilat u shohim hajrin. Prandaj, rrugës është që besimtari ta menaxhon kohën e tij për obligimet e veta parsore të cilat i ka ndaj Allahu xhaleshanu, ndaj vetvetes, familjes dhe shoqërisë në përgjithësi. Po ashtu, është e rëndësishme largimi nga ajo për shkak ruajtjes së gjuhës, sepse shpesh herë ne mund të flasim që fjalë të cilat mund të na çojnë më pasaj edhe në xhehenem. Abdullah ibn Mesudi ishte ngrit në kodrën Safa dhe e kishte kapur gjuhën e vet dhe po i thotë: O gjuha ime, t'jesh e kujdesshme çfarë flet sot. Të thuash asi fjalë të cilat të çojnë tek Allahu xhaleshanu, e mos të thuash fjalë të cilat të largojnë nga Allahu xhaleshanu. Pra, përderisa nuk e kemi thënë fjalën, ne kontrollojmë atë. Në momentin që ne e themi fjalën, ajo na kontrollon neve. Prandaj interesimi për punët e të tjerëve mund të na çojë edhe tek fjalët të cilat do të na largojnë nga mëshira dhe rahmeti Allahu xhaleshanu. Andaj ta shfrytëzojmë kohën në maksimum për intereset tona. Të merremi ne me çështje të cilat na preokupojnë neve. Të merremi ne me çështjet tona personale dhe familjare, më pasaj edhe shoqërore. Duhet të interesohemi për punët e familjes dhe shoqërisë aty ku pietemi ne. Aty ku ka nevojë për t'ia dhënë ndihmën vllaut ton, ne duhet t'ia japim. Përkundrazi, është e rrugës duke u bazuar në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që mos të zgjitemi shumë në problemet e njerëzve, në çështjet personale dhe familjare të të tjerët, por shiqojmë vetveten, të bëjmë dertin e familjes sonë dhe të vetvetes, kështu që ne kemi zbatuar dhe kemi arrit vlerën e Islamit, ashtu siç e kërkon pejgamberi alayhi salatu wasalam përmes këtij hadithi. Duke dashur për ta përmbyllur këtë në fund, pejgamberi alayhi salatu wasalam përmes këtij hadithi na tregon se njëra prej shumë e cila e çon besimtarin edhe të gabon dhe të bën lëshime është pikërisht kur merret me të tjerat. Andaj nëse dëshirojmë ne të jemi ata të cilët do të jemi më të kujdesshëm, do të jetë i kënaqur Allahu xhaleshanu me ne, është që të interesohemi për punën tona dhe ta shtim në praktik fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalamit.
Andaj përfund ajo të cilën ne mund të konkludojmë nga këto fjalë të pakta të cilat i tham në lidhje me këtë hadith, është që njeriu duhet të largohet nga gjitha aktivitetet të cilat nuk i sjellin dobi, qofshin ato fjalë apo vepra. Prandaj çdo herë kur duhet ta themi fjalën të shiqojmë se sa kemi ne dobi nga fjala të cilën e thojmë dhe sa kemi dobi ne nga veprat të cilën e bëjmë. Është në dobinë tonë, është në interesin tonë, atëherë ta themi ose ta veprojmë, por çdo herë duke pas parasysh kënaqësinë e Allahut xhalleshanu. Dhe veçuria e muslimanit duhet të jetë marrja me punët e veta, me intereset e veta dhe me jetën e vet në përgjithësi. Prandaj duke lutur Allahun xhalleshanu që t'ju japë mbarësi gjithë muslimanëve. Andaj shfrytëzojmë rastin që ta lutim Allahun xhalleshanu që ibadetin të cilin jemi duke e bën, Allahu xhalleshanu të na shpërblen dhe lutim Allahun xhalleshanu që agjërimin të cilin po e bëjmë, Allah Zoti të jetë i kënaqur, të jetë razi dhe inshallah takohemi në xhennetin e Allahut xhalleshanu. Allahu nasib na baft wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.